Në vitin 2025, rreth 75% e europianëve me kredi për banesë u detyruan të reduktojnë shpenzimet për të përballuar pagesat e hipotekës, sipas European Housing Trend Report nga Remax Europe. Shumica e tyre i ulën shpenzimet për daljet, artikuj luksoz dhe pushimet. Në 23 vendet e studiuara, rreth 25% e pronarëve të hipotekës ose se jam zhjo. Mësoj po? ose të ndalojnë blerjet për të përballuar hipotekën. Kjo përqindje ndryshon nga 7% në Maltë dhe Rumani deri në 44% në Holand, ku thuajse gjysma e huamarrësve nuk kanë probleme me pagesat. Pjesë e pronarëve të hipotekave që nuk kanë pasur nevojë të reduktojnë shpenzimet për të përballuar pagesat është nën 15% në disa vende, që tregon se një shumicë e madhe ka pasur vështirësi për të përballuar hipotekën. Këto vende përfshin Maltën, Rumaninë, Hungarinë, Irlandën, Turqinë, Sloveninë, Greqi, Kroaci dhe Itali. Shtetet e tjera ku huamarrësit ndjen më të sigurt për pagesat janë Lituania 42%, Mbretëria e Bashkuar 37% dhe Zvicra 36%. Në shumicën e vendeve, pjesa më e madhe e njerëzve duhet të sakrifikojnë shpenzime për argëtim, 41% dhe artikuj luksoz 38%, ndërsa pushimet dhe veshjet rinditen pas tyre. Në disa vende me presion të lartë mbi buxhetin, si Greqia, Hungaria, Rumania dhe Turqia, njerëzit ulën shpenzimet edhe për artikuj të domosdoshëm. Sekretari Evropian i Mortgage Federation, Luca Berlot, tha se debati politik mbi banesat dhe aftësinë për të paguar hipotekën është shumë i rëndësishëm. Ai theksoi se disa tregje përdorin hipoteka me normë fikse, ndërsa të tjera me norma të ndryshme, por thelbi i problemit të papërballueshmërisë nuk është lloji i hipotekës, sepse huamarrësit zgjedhin vetë. Sipas tij, kostot e energjisë janë një problem që familjet mund ta kontrollojnë.